Universiteti Fanoli në Korçë ka prezantuar programin më të ri të ciklit të tretë, doktoraturën në studime gjuhësore dhe etnokulturore në rajonin e Ballkanit. Programi synon të plotësojë nevojën për kërkime të avancuara mbi gjuhët, kulturat dhe identitetet ballkanike, duke ofruar mundësi studimi në fusha si gjuhësia, etnografia dhe letërsia krahasuese. Ky sukses tashmë është i konkretizuar me një vendim, miratimi, pranimi nga ana e Ministrisë në vendin tonë. Është një doktoraturë e shtrirë tek ai që është spektri i Ballkanit, me atë shumësi kulturore, gjuhësore, etnokulturore dhe fushat e përfshira në këtë doktorat janë fushat të cilat janë ndërdisiplinore. Pra krijojnë edhe një mundësi partneriteti me departamente të tjera për të sjellë studiues të cilët të motivuar mund të çojnë përpara studimet e tyre në një program i cili ka një vlerë të dyfisht. Risi e rëndësishme e programit është diploma e dyfisht, e realizuar në bashkëpunim me Universitetin e Timișoarës në Rumani, që u mundson doktorantëve mobilitet dhe bashkëpunime ndërkombëtare. Studentët do të pajisen me një diplomë të dyfisht, një diplomë e lëshuar në përfundim të studimeve doktorale nga Universiteti Fanoli, një diplomë e lëshuar nga Universiteti i Timișoarës, do kenë mundësi dhe detyrim të japin një pjesë të provimeve në Rumani, pra programi do jetë në gjuhën angleze, janë të gjitha kritere që dëshmojnë një cilësi të vendosur që në fillim për çeljen e këtij programi studimi. Universiteti synon të forcojë rolin e tij kërkimor në rajon, ndërsa aplikimet për programin pritet të hapen së shpejti.